Çfarë të bëj, thot burrit, ja zë shumë shpesh numra të huaj të femrave me foto lakurish. Nuk e di a veç fol apo edhe është takuar, se nuk janë numra të shtetit ku jetojmë. I kam folur plot herë e ai nuk e lën këtë gjë. Edhe pse agjeron dhe bën namaz. Me i Zot na falë valla. Hajë, inshallah bovë Zoti. Nuk e di, domethënë, kur njeriu martohet, domethënë se duhet të mbylli gjithë to muhabete të xahilijetit, të ignorancës. Siç duam ne për gravet tona të jenë në rregull në raport me ne, kanë të drejtë plotësisht gratë tona që të kërkojnë për ne të jemi në rregull. Ora ky burri, për shembull, ky tipi këtu, a do të duronte që gruaja e tij të kishte në telefonin e saj burra të zhveshur, numrat e telefonave të burrave të zhveshur? Kur nuk do të donte, apo jo? Po mirë, kjo pse duhet pranoj që burri vetë të ketë numra të tillë në telefon? Kjo për mua nuk është as pak normale. Ti i rroft që fal namazet që agjeron, sa akoma namazi s'pas ka bo punë ky as agjërimi. Kështu që në këto raste lejohet që femra të konsultohet me familjen e saj edhe t'i japi zgjidhje muhabetit para se më shku muhabeti me thellë e me kalamaj e ku dëgjon e tjerë. Më mirë i japi zgjidhje muhabetit.